të ndjeni pak minuta para sfilatës? Janë minutat e fundit për para sfilatës, si gjithmonë emocionet janë të forta, kemi që në mëngjes që punojmë. Puna është intensive, është emocioni backstage-it, që është të themi zemra e sfilatës, si gjithmonë. Po me gjitha të jemi gati, emocione sigurisht, gjithmonë duke bërë me urim që të na shkojë gjithçka mirë, po bëjmë të më pamundurën. Si kolegët që po punojnë, si unë sot kam qenë edhe studentët e mi, kështu që emocionet edhe për ta janë shumë të forta, se është hera e parë që marrim pjesë. Nëse sfilata nis në 6, kur nis make-upi për modelet? Ne kemi që në mëngjes që kemi filluar. Do me thënë në orën 8:30-9 jemi këtu, pastaj fillojmë derisa mbledhim të gjithë modelet edhe të gjithë stilistët, fillojmë nga ora 11. Ne kemi qenë në orën 11 që punojmë midis make-upit, bëjmë ndrimin me-make-upit dhe flokëve. Është një interkambio që quhet. Cilat janë sekretet ose ato bazat që një make-up artist duhet të ketë parasysh kur bën make-upin për modelet të cilat do të sfilojnë dhe do të prezantojnë një koleksion? Është e vërtetë, ka një ndryshim të madh për sa i përket sfilatave të modës, që ku çdo gjë është më natyrale, ka një mood të vetin që duhet ndjekur patjetër, që ne studiojmë që përpara se të fillojë sfilata, ditë përpara, zgjedhim një mood të përcaktuar, duke filluar që nga make-upi e deri te flokët, që shkon, duket i thjeshtë, por është i strukturuar, domethënë ka një strukturë të vetën, edhe i përshtatet, ne vim nga sfilatat e Milanos, ku u pan dhe përpiqemi të sjellim diçka të modës edhe këtu. Domethënë të gjithë ato që do shihen sonte, përfaqësojnë modën e 2026-s. Në këtë rast kemi për ditën e sotme flas, moodi i make-upit është diçka natyrale, po është tek tonet e bardha që përdoren këtë vit. Kurse looku i flokëve është gjithmonë natyral, po gjithmonë një wet look me onde që janë parë dhe herë të tjera, por ne për modelet tona shqiptare që janë shumë të bukura, kemi zgjedhur një look të tillë. Ju para se të zgjidhni atë kolor paletën edhe moodin, konsultoheni fillimisht me dizajnerat, shikoni koleksionet që t'i përshtasin ngjyrat? Patjetër, sepse e vërtet që përdoret i njëjti mood në të gjithë sfilatën, por ndërkohë duhet parë edhe stilet e stilistëve që sjellin. Edhe të bëhet diçka që përshtatet të gjithë gjatë gjithë sfilatës. Ky është rregulli kryesor, domethënë. Sa ndikon vendi ku ju punoni? Pra, nëse jeni duke prezantuar një sfilatë në Shqipëri, ndryshe nga një sfilatë në Milano, si ndryshon make-upi, ju përpiqeni të përshtateni shijeve të vendit ku po bëhet sfilata? Të themi që nuk kemi dëshirë t'i përshtatemi. Domethënë ne përpiqemi të sjellim modën, alta moda, të themi të Milanos jo, sepse nuk është vetëm e Milanos, e ka Parisi, e ka New Yorku, ne punojmë atje dhe po përpiqemi ta sjellim për stilistët shqiptar edhe këtu, që kush është ideja? Atë që ne bëjmë jashtë si shqiptar, që shkojmë punojmë aty në për sfilatat e modës në vite, pse mos ta bëjmë në Shqipërinë tonë? Kështu që respektojmë, të themi, kanonet, domethënë ato kornizat e duhura të një mode të sfilatës që ka disa rregulla të përcaktuara, atë më përpiqemi të bëjmë këtu. Dhe besoj që sonte e kemi sjellë. Nga eksperienca juaj, që është diçka që nuk del kurrë nga moda? Thjeshtësia. Thjeshtësia, looku i përcaktuar, i studiuar deri në thellësi dhe eleganca e modës. Kjo është gjëja kryesore në një sfilatë mode.